Ne, së bashku me kolegë tjerë, nuk është se kam bërë vetëm atë pa di, kemi shpjeguar arsyet sepse ajo duhet të shkoj Spakut dhe presim që Spaku ta pranojë si dosje. Për shkak sepse kemi të bëjmë me njerëz të pushtetshëm, zyrtar të lartë, të cilët prej shumë vitesh, madje dekadash kanë heshtur. Nuk kanë marrë vendimet e duhura, nuk kanë respektuar ligjin për dënuar vjedhjen që po i bëhet në mënyrë sistematike universiteteve shqiptare. Një gjë është t'i akuzosh për plagjatur, pra për kopje të punimeve shkencore, dhe një gjë tjetër të thuash janë grupi strukturuar kriminal. Bedi, plagjatura është vjedhje, është mashtrim. Pra, këta persona, kushdo që ka bërë plagjatur, ka dorëzuar një punim të vetin si që është i dikujt tjetër, praktikisht ka mashtruar dhe ka vjedhur. Dhe nga kodi penal dënohet deri në 2 vite burg. Nga ana tjetër, ne nuk po flasim për një rast. Ne vetëm këtu në këtë studio sa plagjatura kemi nxjerrë dhe të njerëzve shumë të lartë. Dhe këta persona duke marrë doktoraturat, duke marrë titull profesor i asociuar, profesor, marrin dhe rrogë dhe pozicione të cilët nuk i takon, pra kanë vjedhur dhe pozicionin e punës.